Jemi kthyer dashur sërish në studio dhe tani kam kënaqësinë që t'i pres dy mikesha shumë të mira me njëra tjetrën, ani pse njëra është shqiptare dhe tjetra filipineze. Si lindi miqësia e tyre? Si u krijua kjo marrëdhënie që ato dy gëzojnë me njëra tjetrën? E shumë çka tjetër do të flasim së bashku me to në studio. Bashkë me neve, Ena dhe Rike, i pres në studio. Ena dhe Rike, faleminderit shumë të dyjave që keni ardhur sot në studio. Kënaqësi shumë e madhe që po takohemi. Kënaqësi edhe për neve, faleminderit për ftesën. Është interesant, unë thash dy mikesha, njëra shqiptare dhe tjetra filipineze. Qysh nisi miqësia juaj Ena si fillim? Ose njohja juaj? Po, krejt aksidentalisht nëse muj me thonë, do më thonë, unë kam casting agency bashkë me vajzën, edhe më dashke dikush një personazh aziatik, i pa ta shkru edhe s'mu ka përgjigj. Nuk janë shumë, nëse guxoj me thonë, persona që hapen me njerëzit kryesisht aziatik, kanë dëshirë me e njoft, dikone pastaj me u kyç, sidomos në vendet ku nuk njihen. Pastaj, kur u takuam, kjo ke shumë spontane, kishte filluar edhe një shqipe urbane, kështu me e bisedu. Edhe ma tregoj pak historinë e jetës vetë, që është nani, ka 2 fëmijë, e kalon vendin e vetë edhe është në Kosovë. Spontanisht fillum kështu me u shoqëru edhe dul diçka e bukur, një miqësi shumë e mirë, e cila vazhdon akoma. Rike, cilat ishin arsyet kryesore që erdhe fillimisht në Kosovë? And the first time I came here in Kosovo, I like the place, it's beautiful. And I like the people when they say me, "Oh, Kines!" And "Ai, shqiptare, çushi!" Çashto, edhe it's like I like it. This city, look us, we are Kinese. And then one time I come here and I'm walking in Shesh, which me dal pak, and then the kids are, "Ai shqiptar o Kines?" I say, "You." But he look me and then say, "Mirë është." And it's nice. People are shumë bukur. Places vogël, but for me it's bukur. People are nice, and then they treat us mirë. And the worker not so bad. Rike po tregon që ka ardhur në Kosovë dhe i kanë bërë përshtypje shumë njerëzit, mënyra se si kanë komunikuar, kanë pyet fillimisht a je kineze, a je shqiptare, prej mënyrës se si duket, më njëherë kanë identifikuar, ndoshta edhe prej nga vjen, sepse ata kanë supozuar që je kineze, derisa ti në anën tjetër je filipineze. Rike thot po ashtu që i kanë pëlqyer shumë njerëzit këtu, mënyra e komunikimit, është një vend i vogël Kosova, po është shumë i bukur megjithatë. Sa vite tu bënën që je në Kosovë, Rike? I got it for 3 vjet. I try to learn më shumë speak Shqip. See, I am working with me Shqiptar edhe pak speak English and Shqip. I learn English edhe Shqip. Në të njëjtën kohë, Po. Rika i ka 3 vjet që veç po jeton në Kosovë, po provon shumë me mësu gjuhën shqipe, me njerëzit që po punon, po flet vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, njëkohësisht është duke i mësu të dyat paralel. Unë besoj Rike që më mirë është me u fokusu me mësu gjuhën shqipe njëherë për njëherë. Veç gjuhën shqipe. Kjo kishen e mira. Je këtu me vajzat, ka ardhur me Kosovë me vajzat? Me fëmijët? Me family? Po. Jo, vet. Veç vet. Vajzat janë në Filipinë. Family in Filipinë. I ka një djalë një vajzë. Ena tregon sa ke arrit Rikës me a transmetu një farë forme kulturën, jetën e Kosovës edhe përgjithsisht. Është shumë e çuditshme Adelin se kjo është adaptu shumë këto, edhe kanë herë na i thojmë je shqiptare filipineze ose filipineze shqiptare. Qatë shumë e don Kosovën, sa që kjo ka vendosur ja me jetu këto, po mendon edhe mi pru edhe fëmijët. Interesant se është adaptu, tha shumë edhe po i pëlqen këtu, ka bo shumë meq njerëz, po është edhe shumë grua zonjë, shumë punëtore, kështu që edhe njerëzit po e mirë presin edhe po e dojnë. Po çka të boni ty përshtypje që një farë forme me kriju relacion më të afërt? Qiltërsia, sa edhe sinceriteti, ajo do më thonë originaliteti që këto e personalizon si njeri, si grua. Do më thonë punon shumë, është shumë punëtore edhe krejt kohën e mendon qysh me e bo ma të mirën për familjen edhe për vetën. Nuk e humbë asë një moment kohës që ka ardhë dhe për shambull mos me shfrytzu diçka për të mirë, për pozitive. Mundohet shumë edhe prandaj e admiroj si grua. Rike, ke kriju shoqe dhe shok në Kosovë? Po, shumë.
from in work, and then sometimes hang out with friends. Dhe Filipina ka shumë tu. Po çka të bën më shumë përshtypje tek njerëzit e Kosovës? They are very into family. And you know, in lift in the morning, I like it shumë when they say mirëmëngjes, çështja e mirë, ç'është kalove, ç'është ke familjen, you know. I never heard any of this in other country I was. Rike thotë që shqiptarët janë përgjithsisht shumë familjar, i pëlqen mënyra se si sillen, i bën përshtypje edhe në mëngjes kur takohet me ta në ashensor, kur i thojnë mirëmëngjes, si e pati ditën, e gjëra të ngjashme, diçka që nuk ka parë në vendet e tjera për vetëm në Kosovë. Po Ena, pse e bëre Enën shoqe? Ena shoqe, she's nice. She's beautiful. This is one of the reasons people here are nice and beautiful. I don't know. For me, I love this country. And I'm trying to learn my showmanship, to understand the people from outside, from work, for everywhere, you know. And for Ina, I know her for not shumë yet. I treat her, she treated me as a good friend, like a family. Sometimes she advises me, nice, good, don't do like this. And sometimes she, you know, when we are not in ourselves, like we are sad, because maybe we are in another country, not with the family. She was trying to lift myself up. It's okay, everything will be okay, and she helped me a lot from other things. Rike thotë që gjithë njerëzit shqiptar janë shumë të mirë, por ajo që ka e ka pëlqyer më shumë te Ena është fakti që ka qenë shumë inkurajuese, ka ndihmuar në momente të vështira, momente që i kalon gjithë secili prej nesh, momente dobësie, Ena i ka ndihmuar në një farë forme me u ngrit e me u ringrit në këmbë, duke e këshillu që gjithçka është shumë lehtë e kalueshme, veç thjesht duhet me e gjetë forcën. Cila është fjala shqipe që e ke mësuar mas pari? Mirëmëngjes, çashto, çështja e mirë, and everything I put it in my mind, and I use for the people I met, and I ask if it's I say good, mirëmëngjes, ai mirë, të dua. A ke pushu. So they are more other language. I don't know how to say. I don't understand how to say this. A ke pushu, like this thing. And then I ask from one of my colleagues, what is a ke pushu? Did you sleep mir, chasto? Did you rest well? Okay. So every day like this, I learn from work, from outside people, from my bosses, and from Ena. She helped me with these things too. Rike thotë që i ka mësuar fjalë bazike si mirëmëngjes, a ke pushua, je mirë, të dua, do të këto fjalët që i mëson gjithë secili që vjen edhe jeton në Kosovë, madje pyet edhe mesht nëse është duke i thënë mirë ashtu siç është duke i thënë, madje pyet të tjerët se çka i bën kjo e çka i bën ajo, në mënyrë që ta memorizoj edhe ta mësoj më mirë. Po fjala shqipe më e vështirë që të është dukur në ty? CD, for me it's easy. Some hard word. It's not easy. Derisa nuk e ke mësu ende, nuk është easy. Hard word I learn. Sometimes it's, what is this? That's the street that I cannot say it. Like Mahala or Mola. I cannot see sometimes the languages here or the names of the people. But the easiest way only I learn. Thëtë që mësën letë gjuhën, por me gjithat ka disa fjallë që i thëtë ma vështirë, si ma halla, si molla, si fjallë të tjera. Ena, kjo bashkjetesa që aktualisht e kemi në Kosovë, edhe me shtetasit e tjerë, so për bën interesant jetën në Kosovë? Mu po mdoket që bën interesante dhe shumë atraktive, sepse na një vend i vogël me shumë vështirësi që kemi kaluar dhe luftën, kemi hap dyrë për shumë njerëz, domethënë edhe këtu pesha që shumë edhe nana
tash po flasë edhe për gjinin e bukur, po e gjojnë mundësin me arë me punu dinjitetshëm edhe me pas një tardhme më të mirë. Kur ka modhëtu, më kujtohet në Amerikë Latine vitin 2014-15, u pata që ditë Adelin sa atje papunësia ka qenë zero. Edhe si andër e jemja, si dëshire, diqysh më do ke e largë realizushme, ish me pa Kosovën që edhe këtu me pas mundësit pune. E tash peshin e viti 2025, erdhë mundësia që me ju dhonë edhe tjerve mundësi edhe kurajo, kështu që besoj edhe ti për vrejnë, plot e për plot sheshet janë të mbushne me, do më thonë, nacionalitetet ndryshme, njerëzit po vinë edhe po gjinden mirë në Kosovë. Pra ndaj kjo po më gëzonë si fakt. Ina, duke qenë se ti ke lëviz shumë në për vendet të ndryshme, so për ty ka qenë e rëndësishme me promovu kulturën shqiptare tek të huajt përgjithsisht? Po, unë e gjithë dhe kom bo në formen natyrale, spontane, në shtabë se flasë shumë. Pra ndaj nuk e kom pas shumë të lashe, se nuk e kom pas ato vështirësit edhe nuk kom qenë e marshme për me të regu diçka të mirë për Kosovën. Për Kosovë për herë muj me folë gjonat mira për kulturën, traditën, si që tha dhe Rika, i pëlqen këto që jemi family oriented, që jemi halat lidhun me zvete dhe që shoqërojemi njeri me tjetrin, është shumë let me undihmu, sepse njerëzit, që shë tha dhe Rika, në lift me ngjes, janë t'interesu me dit, a jemi mirë, që shpo ndjesh, kena i problem, ose këto e kemë, do më thonë, mikpritjen e kemi në gjak edhe është diçka shumë e bukur. Pra ndaj edhe kudo që kom udhëtu edhe kudo që udhëtojmë pëlqen me bartë për herë një copë të Kosovës me vete. Qka ju përnë ma shumë për shtypje të huajve, për traditat tona, kulturën? Ushqimi e mikpritja, këto dy gjona, do më thonë forma që shna edhe e shtrojmë sofrën, që shë mirë presim mikon, është diçka që i fascionon, edhe bukuria e femrës shqiptare, përgjithsisht e thojnë. Mu ma tha tash para do dite një bashkëpunëtor, tha, ju përpos që jeni shumë të bukra, jeni edhe të bindun në atë bukurin që e keni, do më thonë, edhe ke shumë e bukur që ajo, tha, jeni shumë njerëz me personalitet fort, pra ndaj kjo është ajo që mujmë thjesht mendoj edhe jam e bindun e që mujmë edhe me u admiru për atë pjesë. Rike, i ke vizitu vendet e tjera të Kosovës përveç Prishtinës? Jo, I visited Prizren, apo është naj? Po, Prizren. Prizren, Mitrovica, Krejt. Po cili vendi i Kosovës të pëlqen më shumë? Prishtinë. Se Prishtina më shumë? Si se it's easy for Krejt, mali for Krejt. For business there, for punë, for to walk, for malls, po. Po ushqimet në Kosovë të pëlqen ushqimet? Ushem, po, food. Po mëre. Cili është ushqimi që të pëlqen më shumë? I eat pite, edhe pli. A je mësu me i gatu? Jo, vala, I wanted to learn. Jo, vala. I like the burek. Burek, krejt. Krejt ushqimet që e trashin, pra ndaj edhe ka levizën pesh, Adelin. Kure kom taku ka qenë ma vitale. I like the pasul. My stomach doesn't like it. It has a sound. Po, je mësu me e gatu në njërin prej këtyre ushqimeve? I'm trying to... I think I learned pak. Cilën? Pasule. Pasulin. Bash pasulin që s'po mu ishe me ongër. Pasul. E bëm për kojshit. Ndoshta pasuli është malet si pitet. Po, mas malek se pita. Pita e shumë, you need to need some time this. The pita. I like the flea. Yeah, it's nice. I love it. See, you know, in Asia, we just eat ores. Over here, we eat book, Philippine ores all the time. I duket e çuditshme se prej shtetit ku vjen, do më thonë, atje nuk hajnë buk, nuk e përdorin bukën fare. Për shembull, orizin e kanë si na që e përdorin bukën me gjithçka. Na bukën kanë edhe me pite, kur është pitja e vogël e stadel. Kjo çuditet. Bukën pe hani me gjithçka. Ta sjellin pastën Kosovë, thot ata bie do bukë. I duket shumë e çuditshme. Rike, përveç ushqimeve tradicionale të Kosovës, që po i pëlqejshe, çka të bën ma shumë prej traditave tona? From the other countries, we don't see a lot of people who are more an old tradition, right? And here, Kosovo, when you get married, you know, Martesat. when you get A ke married. qenë në ndonjë dasëm në Kosovë?
Wedding. Wedding, which in YouTube? Veç në YouTube ke po, nuk e qenë ti personalisht. No. Nuk të ka thirë kërkush ndosëm deri tash? No, valla. Inshallah soon. Mos e di kur. Inshallah. Rike thot që i bën shumë përshtypje që në Kosovë vazhdojnë me i rujt traditat, gjë e cila nuk ndodh në vendet e huaja, për shembull dasmat tradicionale. E pyeta nëse ka qenë në Kosovë në ndonjë dasëm, thotë që ende s'ka qenë, po i ka arrit me i po veç në YouTube deri tash. Po Kanagjeq, ke qenë në Kanagjeq? Në Kanagjeq? Bride's Day. Bride's Day, it's very interesting here. Po, I see it's just very different. Kosovo is very different. The old fashion, it's still alive in here. And this is nice because it's amazing, you know? The people are dancing, and then the music are more traditional. I don't know, say, like that. Hajde nuse. Rike thot që i bën shumë përshtypje që shende vazhdojnë me uruj traditat në gjitha dimensionet, përfshirë këto edhe në Kanagjeq, që është krejt ndryshe prej mënyrës se që realizohet në vendet e tjera. E kemi po që je edhe shumë aktive në rrjetet sociale, duke publiku video të ndryshme, po më duket sikur po të ndihmon kështu me mësu edhe gjuhën shqipe, a? Po, pak. E shojmë në një video që e ke realizu në gjuhën shqipe. Hajde. 4 veta, me alti, rakta! Kua ku po alti në vlo panik, ika vlo. Kjo është të vërteta. Apo të ndihmojnë këto video me mësu gjuhën shqipe, sepse realisht unë besoj duhet ta kuptosh fillimisht se çfarë po thot, dhe pastaj ta realizosh. Po, I understand, apo? Po kuptoj. I understand this. Apo të ndihmon me mësu gjuhën shqipe? Does it helps you to learn the Albanian? music. TikTok, this one, some dub, and the music. Music I learned from. Kënd prej këngëtarve e dëgjon më shumë, këngëtarve shqiptar? Dafina, I know Dafina. The Ul, I don't know her name. Uli Lemane. And Durata Dura. E ke mësu ndonjë këngë shqipe? When I sing, I understand them. Po, e din me këndu ndonjë këngë shqip? Hajde ato kur e ke surprizu kamermanin kongën. If I can sing them, what's that? Po, ku qëfar huti. Po, e për Dafina, I don't understand it. Ku qëfar huti, s'di që ka minuti. I just love them listening, and then I learn sometimes from how they sing. Ina, so është problem me kriju mitësi të reja, sidomos me shtetas të huaj? Po, unë në këtë aspekt jam pak selektive, kështu nuk kam qef me ungut me mitësi të reja, sepse s'kam shumë kohë në rend parë, edhe thash Erike s'ka arë shumë spontane, ma dje muj me thonë që është e vetëmja prej të hujve që jeton në Kosovë, që na, do më thonë, shëqërojmi, unë e vajza, e fusim edhe në familje, do më thonë, vjen të këne vizit, edhe unë e shkoj të krika. Me Riken jom knaqë sepse është thash vetvetja edhe ta sjell një pozitivitet. Sot e ka pak një trem kështu para kamerave, se zakonisht kjo fol shumë të në kosë kështu me slang urban të Prishtinës, e sot pi vjen pak si siklet. Unë i thash Rikës që të duash me fol në mënyrën që shflet çdo ditë. Po, pesho që po i vjen siklet, se për shembull ti shardh kur vjen pun, ju thot punëtorve birë që shje, ose këtë gjuhën e rrugës nëse guxoj me thonë. I speak some bad. Jo, nuk flet keq. Sometimes in my Nuk work. flet keq, Rike, thjesht duhet me liru vetën edhe në jashtu si që flet në jetën e edhe para kamerave me... Sigurisht. Je martuar apo je divorcuar? Jo, single. You're single. Po të pëlqejnë djemë të Kosovës? Po më reqë shjo. A i kishë po vetën nuset Kosovës? Maybe. I don't know. Së di. Shqiptar is beautiful, ama së di. Po, nëse ke vendos me jetu në Kosovë, ku është problemi atëherë? What is the problem? If you decided to live here in Kosovo, where's the problem? Nothing for that. I don't know how, if I get married or...
I ka dyshimet e veta, a donë mu rimartu. Pse jena, duke pas shoqe, besoj keni bo edhe këto biseda. Po, unë e kom kryp si kapitull Adelin, martesa. Jo, unë besoj po flasë në këtë rast Po, për Rikën. prandaj thash nuk jam shumë kompetente me shty këto në martes. Rika është shumë eri se unë edhe kishë qenë mirë që i donë shumë djemë shqiptar, edhe i ka kështu një simpatit veçantë për ta. I duken shumë të bukur edhe qiltër të pastër, djemë, që shikem na djemë të nekë. Kështu që besoj shpejt kime pa nusët Kosovës. Po thua, Po, vëlla. me një dasëm tradicionale. Shumë tradicionale. Nëse e qojmë Dugagjen, o to zë marham. Rike, planifikon me i sjell fëmijët me jetu në Kosovë? If possible, po. Janë këto vështërësit e regullimit dokumentacionit, pra ndaj It's kjo hard. e ka pak këtë pjesë si breng, unë e thash me qenë se pidon Kosovartë martohë, kështu që bo shteta së të pranojmë me fëmi. Edhe i merë mas edhe fëmijë këtu ma letë. Ina, qka mundu është ma shumë mju tregu të huajve për Kosovën? Cilat vendet Kosovës, qka ma shumë mundu është me e promovu prej këto? Unë jam pak lokaliste, kështu që krejt veqaj ka ona joni stogu peja, edhe Rugov, dje Rugova, bjeshte bukrat Rugovës, po kryesisht ju pëlqen kjo zonë, dhe Prishtina, do më thonë, jetën e natës e preferojnë, vikendeve kanë qef me dalë pak në përbjeshk, hiking ose diçka, po janë të knaqën me krejt që ka shojnë, me urtësin që e sjell ky vend, me komoditetin, me dalë, Adelin, une ju thëmë për herë mbromje, mos keni, do më thonë, se kur vin pak me ato judging që a është vendi lirë ose a lejot me shetite, me bo vizita e gjona, unë për herë ju thëmë natën, vonë, kur shetit, mundi me pas kujdes veç për i qenve, se ata të eruj teritorin e vetë, mujnë mi sulmu njerëzit kur i shojnë, po që naj rrezikshmëri diçka ti e din sa e sigurt është Kosova për të dalë, për të po, vinë me një skepticizëm, edhe prandaj lirohen këto edhe, unë e njofë edhe shumë Amerikanë, ma dje që po këqyrin edhe po dojnë mu vendosë, me bo shpia, me bo thjesht është siguria, është traditat i kemi të mira, ushqimi, prandaj nuk e kam shumë të letë, nuk e kam shumë të vështirë me promovu vendin. Po sa është problem të hujt me u adaptu në traditat tona, edhe në mënyrën e jetesës tonë? Po, kjo është, po mendoj, shumë personale, si kur na, për shembull unë e kom pas problem, kur jam shku në Unë besoj që na si popull jemi ka gjatë adaptu shumë Po, unë për shembull e kom pas problem, unë e kom pa ndër Kosovën çdo natë dhe jam mërzit shumë, edhe derisa jam kthy nuk jam një vetvetja, si me pandru identitet. Po, kjo mendoj që është shumë personale tek njerëzit, dikush e ka ma të lashë mu adaptu edhe nuk mundet. Të hujt kryesisht adaptohen letë, sepse ata i dhojnë vetit mundësi me ndru shumë vende, edhe me jetu shkaku i karrierës, prandaj këta që vinë në përmisione këtu nuk e kanë hiç të vështirë, sepse veç janë të adaptuar. Me jetesën që e bojnë ndër vite, jashtë vendit vetë. E qartë, Rike, tash sigurisht ti punon këto, edhe jeton këto, e she vetëm për shumë vitet në Kosovë? To stay. I want, for more, I want to live here. I think Kosovo is my place. Pse me Për summer, Pse ndihesh kështu? Çka të bën me u ndi kështu? Everything. I love everything in Kosovo. People, life is easy for me here. Rike thot që e she vetëm për gjatë me jetu në Kosovë, realisht do dënte të jetonte në Kosovë, sepse i pëlqejnë njerëzit këtu, i pëlqejnë jetesa këtu, dhe i duket më lehtë të jetoj këtu se sa në Filipine. Çka po të mungon ma shumë prej vendit tënd? The weather. Oh, that's the weather. Here is cold, huh? Oh, it's cold here. I like it. I like it. Unë ju falenderoj shumë të dyjave që sot keni qenë në studio, kënaqësi që u takuam. Ena falenderit që na solle Rikën, edhe pse Rike pak e rezervuar në gjuhën shqipe. Prapa kamerave Edhe pak. fliste rrjedhshëm, por që megjithatë falenderit shumë që keni qenë sot bashkë me neve. Rike, falenderit shumë që ke qenë në studio. Dashur miq, që pas kësaj bisede po kalojmë tek rubrika Self Love që na sjell Rrezja dhe Dori çdo javë.